shpopullimi. Ne, në gjykimin tim, këtu ka një politikë të mbrapsht për të pasur një popullsi shumë etnike, për ta konsideruar Tiranën metropol, por dhe duhet jetë metropol, sepse është kryeqytet, por duke shkelur të drejtat e popullsisë e bashkëkombësve shqiptar. Pra, metropol është një ide e bukur, por kujdes, nuk mund të jetë një Tiranë metropol për të pasur thjesht disa qytetarë të tjerë ose disa mijëra qytetarë të tjerë, ndërkohë që ti si shtet nuk i siguron qytetarëve të tu të drejtat tua. Pra po thonë se nuk ka vullnet për të rregulluar, sepse ne shohim paradoksin që qeveria apo qeveritarët dalin, flasin, kanë mira turistë, pra askush nuk flet për emigrimin masiv. Minimumi duhet të ketë një shqetësim të paktën që gjitha qytetarët që po ikën, ju përmendet sektorin e turizmit, por dhe Tirana, por po është edhe sektori i bujqësisë, pothuajse shuar i tëri, sepse të moshuarit nuk mund të bëjnë më bujqësi në Shqipëri. Nga të dhënat ndërkombëtare për Shqipërinë flitet që zonat rurale janë shumë më të shpopulluara se zonat urbane. Ne kemi një migrim të brendshëm, po them, që nga zonat rurale vinë drejt Tiranës, me shpresë do të gjejnë punë, do të jenë më të mirë paguar në pikpamje ekonomike dhe përsëri nga Tirana ikin për jashtë vendit. Qytete si Gjirokastra, Berati, por dhe zonat përreth, por dhe zonat rurale, shkoni dhe shikoni dhe në fshatat e Tiranës janë të boshatisura. Shkolla dhe të cilave ju është vënë dryri prej vitesh dhe nuk kanë asnjë nxënës. Duke mos pasur asnjë nxënës sot, kuptohet që nuk do të ketë student nesër, nuk do të ketë të rinj. Prandaj them që është fatkeqësi kombëtare dhe nuk bëhet ndoshta kaq shumë e ditur dhe nuk rrihet në studiot televizive që hym ndërvendet me popullsinë më të plakur në Europë. Ndërkohë që ne ishim para 12 vitesh një ndërvendet me popullsinë më të re në Europë, me moshën mesatare më të re, 31.9 vjeç. Pra ikën kjo popullsi dhe tashmë ne kemi popullsi nga gjysmën e popullsisë 45 vjeç në moshën 45 vjeç e poshtë, ndërkohë që kemi pasur 31 e poshtë. Dhe nëse do të vazhdojmë me këto ritme, ne do të jemi në një popullsi shumë shpejt për disa vite tek 60 vjeçarët ose 1 në 2 qytetar do të jetë rreth 60 vjeç. Kjo është një shuarje e popullsisë e ngadalt, një shpopullim tjetër, pra që bën ciklin e vet biologjik njeriu dhe padyshim një moshë e tillë te 60 vjeçët do të ketë edhe më të afërt të fundin e vet biologjik, siç nga ana tjetër ka një shpopullim që vjen përmes ikjes masive të sidomos të rinjve, por edhe e trurit të shqiptarëve, intelektualëve, të cilët fitojnë kontrata pune, ato që nuk ja jep shteti vet detyrën, funksionin ose ekspertin, specialistin në një fushë të caktuar, e marrin të paguar 3 herë, 4 herë, 5 herë më shumë në vendet e tyre, në vendet e Europës, në Amerikë, në Kanada e të tjerë. Zotëria Sula, edhe një pyetje të fundit, si u përmendet 1000 maturant më pak këtë vit dhe me këto ritme ne mund të shkojmë në mbylljen e të gjitha shkollave, të paktën në zonat e thella. Ne vretëm edhe, në fakt kemi parë, unë personalisht e kam parë edhe në rrugtimet që kemi bërë që pothuajse në të gjithë, nëse përmendem, dhe qytetet janë shumë afër Tiranës, 30 minuta larg Tiranës, ka shkolla të cilat janë mbyllur në të gjitha fshatrat. Me këto ritme, ku po shkohet? Sepse ju përmendet që nesër do kemi student më pak, do kemi të rinj më pak, por do kemi dhe njerëz mësues më pak, mësues të cilët do dalin edhe pa punë. Kjo nuk është vetëm e këtij viti, të paktën 5-10 vite që po vërehet me ritme të thella, me rënje të thellë dramatike. Ne kemi sot 750 shkolla të mbyllura të nivelit para universitar. Në mos janë kthyer edhe më shumë, sepse një pjesë e tyre janë formalisht të hapura, gjë që do të thotë kanë të regjistruar 30 nxënës, 40 nxënës, janë vetëm formalisht sepse ato realisht nuk shkojnë në shkollë. Kjo është drama historike e kombit shqiptar, për cilin të them të drejtën më vjen keq që flitet pak dhe nuk analizohet, nuk vihet gishti mbi plagë. Madje edhe kur flitet thohet që turizmi, emigracioni e tjerë, jo, ne jemi në vendi me plagën e popullsisë, me dearsimimin, me humbjen e besimit të shërbimeve shtetërore, pra kombi me humbjen e besimit të shërbimeve shtetërore më shumë se çdo vend tjetër, edhe nga vendet e tjera të rajonit. Jemi një popull që kemi humbur besimin dhe shpresën dhe për këtë nuk ka faj populli, nuk duhet parë me syt nga populli, por duhet parë nga qeveritarët, nga ata që organizojnë shtetin dhe ofrojnë
ose i mohojnë të drejtat qytetarëve të tyre. Është një dramë historike për cilën unë besoj që do të lejë gjurmë të rënda dhe ne tashmë jemi në gjurmë të pakthyeshme, nuk mund të rikthej më, ka marrë kaq përposhtë dhe kaq gremisshëm në hendek ky fenomen, saqë është jashtëzakonisht e vështirë ta kthesh këtë gjë. Numri i lindjeve ka rënë sepse njerëzit ikin, kushtet ekonomike janë jashtëzakonisht të vështira për të krijuar një familje, të rinjt